qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lusim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyn të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e shtunë java e 33 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbret i fort, hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet,
me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmprurësve. Jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atë tërë drejtësi dhe ti birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Më pri o Zot udhës së urdhërimeve të tua. Psalmi 119 pjesa e 5. Ma trego o Zot udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Më jep kuptim që të mbaj ligjin tënd e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më pri udhës së urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prire zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kotësin, më përtëri në udhën tënde. Plotësoja shërbëtorit tënd premtimin tënd, që ua dhe atyre që të druajnë. Më shpëto nga çnderimi që aq fort i trembem, sepse gjygjet e tua janë të mrekullueshme. O sa fort i dua urdhërimet e tua, më përtri në drejtësinë tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. më pri o Zot udhës së urdhërimeve të tua. Antifona e dytë. Kush e kërkon Zotin do të ketë çdo të mirë. Psalmi 43. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. E keni sprovuar se Zoti është i mirë. Thot letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 2, rreshti 3. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti e mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashk me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirrin në ndihmë Zoti e dëgjoi, dhe shpëtojnë nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtërit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kush e kërkon Zotin, do të ketë çdo të mirë. Antifona e tretë. Fytyra e Zotit është mbi ata që kërkojnë paqen. Pjesa e dytë e psalmit. E janë o bi e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rrudhë gjuhën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqes e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër bakqive, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton
shpirt për grirët. Sa do të vështira të keti drejti, prej të gjithave do të shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja vetë do ta vras pa keqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti i shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet. Nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. fytyra e Zotit është mbi ata që kërkojnë paqen. Leximi i shkurtër i marrë nga Jeremia profet, kapitulli 17, rreshtat 9 deri në 10. Më dinake se çdo gjë tjetër është zemra e pashërueshme. Kush është ai që mund ta njohë? Unë Zoti shqyrtoj zemrën, sprovoj veshkat, i jap secilit sipas sjelljes së tij, sipas fryteve të veprave të tija. Mi fal o Zot mëkatet e mia të fshehta. Dhe shpëtoje shërbëtorin tënd prej krenarisë. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na adhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falënderojmë hyin.